një vend ku mund të përjetosh diçka përtej të zakonshme, ku mund të observosh mrekullitë brenda teje dhe rreth rrotull teje, ku mund të dalësh përtej zhurmës së vazhdueshme të mendjes, dhe të rilidhesh sërish me muzikën e shpirtit, ku mund të ndjesh sërish paqen dhe lumturinë e thellë që sjell jetesa nga dashuria pa kushte, ku mund të rikujtohesh se je një krijues i ndërgjegjshëm i realitetit tënd. Nga e gjithë bota ne u mblodhëm sërish që realitetin ta përjetojmë pikërisht nga ai vend ku çdo gjë është e mundur, nga qendra e qenies tonë, nga zemra jonë. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along. Have you seen my spirit lost in the night? The violent nightshade that took away my life. Calling me at night. Never witness blowing. I can see your spirit in the sky. When all the lights are dancing. Ndër vite kemi krijuar dhe sjell teknika të avancuara, të mbështetura në shkencë për të arritur rezultate të jashtëzakonshme në meditim. Hapje zemre, koherencë të lartë në tru dhe në zemër, gjendje gama, gjendjen e super ndërgjegjes, si dhe aktivizim të fashave të trupit. Edhe këtë vit, përmes teknikave të reja, kemi arritur të sjellim më shumë koherencë dhe energji të lartë në çdo qelisë të trupit. Të lidheni në një nivel më të thellë me frekuencat e shërimit, manifestimit dhe transformimit. Të ndjeni në çdo qelisë një energji më të lartë, vibracionin e një jete të re dhe dritën e vetes tuaj më autentike. Dhe kur kjo ndodh, çdo qelizë e trupit kalon në një harmoni më të lartë, bëhet pjesë e simfonisë së jetës. Kjo harmoni e rigjetur tani përkthehet në shërim, rigjenerim, lumturi të pastër dhe mundësi të reja në jetën tuaj. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. I hear your voice. It's like an angel sighing. I have no choice. I hear your voice. Feels like flying. I close my eyes. Oh God, I think I'm falling. Programi që Artemisa bashkë me Marvinin shpërndan ishte me të vërtet i mrekullueshëm, ku ne pushuam, mësuam dhe gjithashtu e kthyem veten tonë dhe fokusit tonë ka vetja jonë. Down on my knees. I wanna take you there. Kur energjia ndryshon, realiteti përshpejtohet. Ndryshime që mund të kërkonin vite apo muaj, mund të ndodhin brenda një kohe shumë të shkurtër. Dhe ju patë se si nga një energji e re, mrekullit filluan të bëshin pjesë e realitetit tuaj. Hapje të papërshkrueshme të zemrës dhe çlirime ndryshuese, përjetime të thella gjatë meditimit, të shoqëruara me ndjesi të larta paqe dhe lumturie. Manifestime të shpejta, raste shërimesh për të cilat mjekësia moderne kishte thënë se ishin të pamundura. Por mrekullia më e madhe mbetet momenti kur fillon dhe kupton se ekziston një diferencë e madhe mes jetesës prej zemrës dhe jetesës larg saj. Kupton se ai jashtëzakonshme bëhet jetë kur vendos të jetosh prej saj dhe fillon të vlerësosh çdo hap të rrugtimit tënd që të solli pikërisht aty. Në rikthimin tek jetesa nga zemra dhe tek vetja jote më e vërtetë. It's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there. Fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can gather. Yeah, feel a dream, can't you see, getting closer. Ishte një mrekulli, përjetova mrekulli të vërtet në këtë trajnim. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit. Arrita të hap zemrën, do vija prap, do vija. Let you know, so tell me, do you wanna go? Where it's covered in all the color lights, where the runaways are running in the Kam përjetuar gjëra të mrekullueshme, kam gjetur veten. We light it up, we won't
transformimi që keni përjetuar mbetet me ju për gjithmonë. Ju e pa gjatë këtyre 8 ditëve se jeni më të jashtëzakonshëm dhe më pa limite se sa mund të kishit imagjinuar ndonjëherë. Ju përjetua çfarë do të thotë të jesh i lidhur me fuqinë e autenticitetit tënd, të marrësh ushtësi nga një nivel më i lartë i qenies tënde, të përjetosh ëmbëlsinë e të jetuar në një pozicion dashurie pa kushte, që vetëm një zemër e hapur mund të durojë. Të frymëzohesh nga një komunitet i mrekullueshëm njerëzish që janë aty për veten dhe për njëri tjetrin. Të ndërosh sërish dhe të kesh energji për të krijuar një të ardhme ku je i paparashikueshëm dhe pa limite në atë që mund të krijosh. Në këtë vend kujtoa për muzikën unike të zemrës suaj, simfoninë e jetës. Dhe tani jeni gati ta ndani atë me krejt botën. Çdo gjë ishte magjike. Përjetua emocionet e papërshkrueshme. Faleminderit shumë Artës dhe Marvinit. Ju dua të gjithëve. Mrekullueshëm, magjike. Ja dole!